Absolutisht. Por është bindja ime, është qëndrimi imi që Kosova nëse heton që Serbia nuk e do dialogun, dhe kjo qëndron, sepse ata kanë dërguar letër në Bruksel përmes Ana Brnabić që nuk njohin marrëveshjen franko-gjermane. Por kjo nuk do të thotë që Kosova duhet të ndalet dhe të luajë bashkë me Serbinë status quo. Unë mendoj se pas këtij veprimi të Serbisë është dashur dhe duhet tani të kompletohen institucionet, të mos ketë zgjedhje artificialisht të sajuara dhe të komunikohet me Brukselin dhe Washingtonin për rrugën euroatlantike. Po them përsëris se status quo-ja është në favorin e Serbisë, nuk është në favorin e Kosovës. Kosovës i duhet... Çfarë do të ishte tani në favorin e Kosovës, zoti Koci? Ose si mundet Kosova, ndjese ndërpreva, si mundet Kosova që një situatë e cila në fakt nuk është në favorin e saj, të kthehet, po themi, në pozita lehtësuese për të? Kosova nuk mund ta detyroj Beogradin të ulet në dialog, por nëse kjo është situata, por kjo nuk kupton kompletim fillimisht të institucioneve, pa kompletim, pa formim të qeverisë, parlamentit dhe presidentës, kjo është e pamundër dhe kjo është ajo që tha zonja Kallas me plot të drejtë. Për Kosovën nuk është imperativ dialogu me Beogradin. Për Kosovën është imperativ dialogu me Brukselin dhe Washingtonin. Pra, mendoj që është situatë e volitshme për Kosovën të dalë me tezën që ne jemi të gatshëm për dialog, Serbia nuk është e gatshme sepse e ka bërë të qartë qëndrimin që refuzon marrëveshjen franko-gjermane. Serbia nuk ka drejtën e vetos ta ndalë atë